Piktoria nga Kosova Albulena Jashari Burton po merr pjesë në një nga ekspozitat më të mëdha të artit pamor në Finland. Artistja shqiptare është përzgjedhur të prezantojë 3 nga veprat e saj në ekspozitën prestigjioze Teosvellitus 2026, e cila po mbahet në Kapellitedas në Helsinki. Për Albulena Jashari Burton, kjo është hera e parë që po bëhet pjesë e kësaj ekspozite të madhe të organizuar nga Unioni i Piktorëve Finlandez, një ngjarje që çdo vit mbledh qindra artistë dhe mijëra vizitorë nga e gjithë Finlanda. Për artisten, pjesëmarrja në këtë ekspozitë është një ëndër e bërë realitet. Në ditën kur kam ardhur me pru pikturat këtu, qatë shumë u gëzova, sa që mendova, thash, e kom bë krenare edhe Albulenën e vogël, sone prej që e maj mend vetën, kom fillu me u marrë me artë shumë e vogël, edhe ka qenë diçka jashtëzakonisht, aq kom qenë e lumtur sa që kom kërcy nga gëzimi. Unë si person edhe i shijoj gjanat, kur vinë gjanat e bukra një gjithmonë në maksimum i shijoj edhe do me thonë e përjetoj ndjenjen që vjen. Këtu për me marrë pjesë në këtë ekspozit, më është dasht me shku në për disa procese të ndryshme, që mas pari është dasht me apliku si pjesëmarrëse në Unionin e Artistave të Finlandës, që do me thonë është dasht me apliku, paraprakisht edhe mandej ata vendosin atë marrin në Union apo jo, edhe mandej jam pranu si artiste. Në pikturat e saj, Albulena Jashari Burton thot se gjithmonë gjendet një pjesë e vetja. Ajo rrëfen se frymëzimin kryesor e merr nga 2 gra që kanë pasur dhe vazhdojnë të kenë rol shumë të rëndësishëm në jetën e saj, duke ndikuar edhe në rrugtimin e saj artistik. Gjithmonë e kam paraqit gjendjen time shpirtërore në periudha të ndryshme të kohës, edhe po flasim pra për këtu që quhet Golden Woman, unë e përdori shumë ngjyrën gold, do të thonë ngjyrën ari, që për mu do të thotë dritë, fuqizim, edhe pse janë gratë, sepse gjithmonë kom dasht me tregu atë fuqinë e gruas përmes pikturave të mia, sepse unë jam rritë edhe nga një nanë dhe nga një motër që kanë qenë shumë të forta dhe kanë qenë shembull për mu, edhe kanë qenë një përkrahje shumë e madhe për mu. Kështu që krejt ato jam mundu me i fut në artin tim. Artistja shprehet e kënaqur me pritjen dhe interesimin e publikut për veprat e saj. Unë sa po erdha këtu në ekspozit, dhe më thonë sot është dita e parë, hapja e ekspozitës, edhe pas që shumë njerëz u ndalun edhe pikërisht shkun në drejtim pikturave të mia, edhe po nuk pasta ende rastin me diskutu me ndonjënin prej tyne, po sigurisht që do t'jem këtu për një periudhë kohore edhe po shpresoj që do t'kem rastin edhe t'ju tregoj që unë jam artistja e atyre veprave, edhe po shpresojmë që kanë me u pëlqy nga audienca. Megjithse kjo është hera e parë që merr pjesë në këtë ekspozitë në Helsinki, rrugtimi i saj artistik në Finland ka nisur më herët. Ekspozita e saj e parë në këtë vend është mbajtur në Lahti. Kam marrë pjesë në vitin 2020, do me thonë kur kam ardhur në Finland, kam punu shumë pikturë, kam realizu shumë piktura edhe mandej kom apliku në për shumë galeri të ndryshme, se atëherë ishte fillimi për mu edhe ishte pak problematike, se nuk i dija, do me thonë, nuk kisha shumë qasje me artin këtu në Finland, por që pikturat u pëlqyn mjaft shumë edhe e pata rastin të ekspozoj në Lahti të Finlandës, në galerinë Karizma, ku ishin, do me thonë, prezent edhe artistë, do me thonë, të Finlandës. Veprat e Albulenës janë prezantuar më parë edhe në Kosovë dhe në Shqipëri, ndërsa ajo synon që në të ardhmen të hapë edhe ekspozita të tjera dhe të prezantoj artin e saj sërish para publikut shqiptar. Po unë para se me u shpërngull në Finland, që kam marrë këtu para 6 viteve tash, kam pas edhe në Kosovë ekspozita të ndryshme, personale dhe kolektive.
Kështu që unë jam edhe të punu në piktura të reja, pse jo me realizu edhe një ekspozit në Kosovë. Pa tjetër që po, ende e kemi lidhjen me atje. Piktoria Albulena Jashari Burton tregon se aktualisht është duke punuar në piktura të reja, të cilat do të jenë pjesë e projektit të saj të radhës. Ekspozita Theos Velitis 2026 është hapur më 7 mars dhe do të qëndrojë e hapur për publikun deri më 15 mars në ambientet e Ka Pelitedas në Helsinki.